Qeveria shqiptare po hap një fazë të re bashkëpunimi me startupet dhe inovatorët, duke i lejuar ata të kenë akses në institucionet publike dhe të dhënat shtetërore, si një prej mënyrave që nxit përdorimin e inteligjencës artificiale. Këtë deklarat bëri kryeministri Edi Rama përgjatë ditës së dytë të forumit të investimeve BE Ballkani Perëndimor, vetëm një ditë pasi presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen konfirmoi se në Ballkan do të hapen fabrika të Bashkimit Evropian për inteligjencën artificiale. Duam që startupet, inovatorët të kenë mundësi të aksesojnë institucionet dhe duke aksesuar institucionet të kenë mundësi të shohin nga afër problematikat, por edhe të shfrytëzojnë të dhënat e tyre, të shfrytëzojnë statistikat e tyre, të shfrytëzojnë të gjitha të brumë që pastaj është baza e zgjidhjeve përmes inteligjencës artificiale dhe krijimit modeleve të inteligjencës artificiale. Rama shtoi se qeveria, në mbështetje të ministres virtuale për inteligjencën artificiale Diella, ka në plan edhe krijimin e një akseleratori, strukturë e cila do të shërbejë për zhvillimin e produkteve të reja digjitale. Kemi sfidën të krijojmë një akselerator shumë të fuqishëm në mbështetje të ministres sonë të inteligjencës artificiale, që është vetë inteligjencë artificiale, dhe natyrisht që ky akselerator do të bazohet tek ju, tek kapitali njerëzor që ne kemi brenda Akshit apo brenda agjencisë së ekselencës, dhe me këtë sinergji do të mundohemi që çdo njërit nga institucioneve qendrore ti zgjerojmë trurin me inteligjencën artificiale. Përgjatë aktivitetit Hackathon 2025 morën pjesë 161 inovator nga i gjithë Ballkani Perëndimor dhe diaspora, me synimin për të zhvilluar zgjidhje konkrete bazuar në inteligjencë artificiale për sfida reale shoqërore. Inteligjenca artificiale dhe siguria kibernetike janë kthyer së fundmi në kryetemë në të gjithë botën, ndërsa qeveria shqiptare e ka kthyer në objektiv digitalizimin e administratës, duke parashikuar kalimin e shumë proceseve në duart e algoritmit, gjë që sipas Ramës i jep zgjidhje edhe korrupsionit.